Fitoria minimale ndaj Serbisë ka lënë një shije shumë të mirë te trajneri i Shqipërisë Silvinho. Në konferencën pas ndeshjes, braziliani u shfaq shumë i lumtur për këtë sukses historik. Silvinho pranoi se presioni ishte i madh, por shtoi se ekipi e dinte se kjo përballje ishte decizive. Tekniku kuqezi theksoi se është krenar për atë që lojtarët treguan në fushën e lojës. Është 78 kg pesha e trupit, kam hequr të paktën 200 kg. Ka qenë fakt një javë mirë pune, ka pasur presion në lidhje me punën, por siç e kemi thënë më përpara që kjo ishte një ndeshje decizive. Edhe Letonia ndeshja kundër Letonisë ishte ndeshje decizive që të arrinim këtu në këtë pikë, por sigurisht pas kësaj ndeshje Andora është fakti që fituam, sigurisht që kalojmë tek ndeshja e radhës edhe jemi në rrugën për kualifikim. Ishte një ndeshje shumë e vështirë, në një fushë shumë të vështirë me një kundërshtar të fortë, por jam shumë krenar për gjithë lojtarët, për atë çfarë kanë bërë edhe shkojmë përpara. Silvinho tha se ende nuk ka përfunduar asgjë për botërorin, por shtoi se fitoria është një hap i madh përpara. Sot ishte një hap shumë i mirë, nuk ka mbaruar asgjë, por kemi bërë një hap shumë të mirë përpara. Kjo është fakt puna e një trajneri, është një jetë goxha e vështirë, e kam provuar 15 vite të jem si lojtar, që është e vështirë, por nga ana tjetër të jesh trajner është akoma dhe më tepër, më keq, sepse një ditë je mirë, një ditë je keq, një ditë ke momente që mund mos i kesh lojtarët në gjendjen e duhur, kështu që pas punës së një trajneri dhe një ekipi ka shumë momente që nuk dallohen, nuk duken. Dhe i tillë është futbolli dhe e tillë është jeta, por jam shumë krenar me atë çfarë kanë bërë lojtarët, jam shumë krenar për gjithë popullin shqiptar, edhe jemi shumë të lumtur edhe shumë të kënaqur për këtë ndeshje. Ndeshja e radhës për Shqipërinë do të jetë miqësorja ndaj Jordanisë në 15 tetor, ndërsa në nëntor do të luhen 2 ndeshjet e fundit kualifikuese.